Mos e mendoni si të keqe një fjalë që është thënë nga dikush, ndërkohë që gjeni një kuptim pozitiv të mundshëm në të. Kjo thënie nga Imam Aliu thekson rëndësinë e mos supozimit me nxitim të më të keqes për fjalët e dikujt. Imami na këshillon që të mos e konsiderojmë njëherë një fjalë të thënë nga dikush si të keqe, por të kërkojmë një kuptim të mundshëm pozitiv në të. Kjo thënie përputhet me mësimet e Kuranit, i cili vazhdimisht thekson rëndësinë e ndershmërisë dhe drejtësisë. Allahu në surën Huxhurat, ajeti 6 thot: O ju që besuat, nëse ju vjen ndonjë mëkatar me lajme, analizoni mirë që të mos dëmtoni një popull nga ignoranca dhe pastaj të pendoheni për ato që keni bërë. Ky ajet i inkurajon muslimanët që të verifikojnë informacionin përpara se të gjykojnë, pasi supozimet e nxituara mund të çojnë në dëm dhe keqardhje. Për më tepër, në surën Isra, ajeti 36, Allahu na këshillon: dhe mos ndiqni atë për të cilën nuk keni njohuri, vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi. Ky ajet na përkujton që të përmbahemi nga gjykimet e bazuara në njohuri ose supozime jo të plota. Ai na nxit të kërkojmë qartësi dhe mirëkuptim përpara se të formojmë opinione. Thënia e Imam Aliut na inkurajon të përvetësojmë një mendim pozitiv dhe t'u japim të tjerëve përfitimin e dyshimit. Na kujton se fjalët mund të jenë të hapura për interpretim dhe se nuk duhet të nxitojmë, t'i etiketojmë si të liga ose negative. Në vend të kësaj, ne duhet të përpiqemi të gjejmë një kuptim të mundshëm pozitiv në atë që thonë të tjerët. Duke ndjekur këtë këshill, ne mund të nxisim komunikim, mirëkuptim dhe unitet më të mirë brenda shoqërisë tonë. Na lejon të qasemi situatave me mendje të hapur, duke kërkuar gjuhën e përbashkët dhe duke i zgjidhur konfliktet në mënyrë miqësore. Kjo qasje pasqyron gjithashtu urtësinë dhe njohurinë e Imam Aliut, i cili ishte i njohur për kuptimin e tij të thellë të Islamit dhe aftësinë e tij për të lundruar në situata komplekse me urtësi dhe drejtësi. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson rëndësinë e të mos supozojmë me nxitim për fjalët e dikujt. Na inkurajon të kërkojmë një kuptim të mundshëm pozitiv në atë që thonë të tjerët, duke u parafruar me mësimet kuranore të ndershmërisë, drejtësisë dhe duke u dhënë të tjerëve përfitimin e dyshimit. Duke adoptuar këtë mentalitet, ne mund të promovojmë mirëkuptimin, harmoninë dhe unitetin brenda komunitetit tonë musliman. Allahu na udhëzoft që të ndjekim mësimet e Kuranit dhe shembujt fisnik të dhënë nga Ehli Bejti.